Po versioni V është i versioni më sportiv i Cadillacut, siç ka mën BMW-ja, RS-n Audi dhe AMG-n Benzi, domethënë kjo si AMG-ja e Cadillacut. Kjo ime është 2010-s, të ka ndalë në 2009-ën. Versioni i vjetër ka qenë përpara, më i vjetër ka qenë aspirator, kjo është supercharged 6.2 me motorin LSA. I ngjashëm me Corvette ZR1-shit, po e ka kompresorin më të vogël. Është njëjti motor me Camaro ZL1-shin. Tashi kjo është më agresive, si para kolb më agresive, ka këtë pjesën e ngretë me të kofanos. Më agresive se standardja e CTS-s. Kjo imja është me këtë veshën rep. Kjo e kam morë, se kam ndrua la. Po se di qa do bëj, a do e maj, a do e heq, e zezë është poshtë. Di se di ka 19-që, si ka të vetat, po të bukra nëse se ja kom prek edhe pa dëmtume, shumë pastra e ka. Frenat i ka me 6 pistona, të fuqishme. Ka normal to logot V, pasi që ka AMG-ja. Këto dritat e ka vut barë dhe e burrihuj dhe më mirë ka bo. Këto i kanë të kuqe, në gjajnë më të shëmtuta ato.